Nëse je mbi 40 vjeç dhe ha peshk vetëm një herë në javë, kjo video mund të të bëjë të mendohesh 2 herë para vaktit të radhës. Shumë njerëz pas moshës 40 vjeçare fillojnë t'i kushtojnë më shumë vëmendje ushqimit, por shpesh harrojnë një nga ushqimet që mund të ketë rol të rëndësishëm në një dietë të ekuilibruar, peshkun. Por çfarë ndodh realisht me trupin nëse konsumon peshk vetëm një herë në javë? Apo merr mjaftueshëm nga yndyrnat omega 3? A mund të ndikojë kjo në zemër, tru dhe energjinë e përditshme? Dhe sa peshk rekomandohet zakonisht për një të rritur? Në këtë video do të zbulojmë çfarë mund të ndodhë në trup pas moshës 40 vjeç kur peshku bëhet pjesë e dietës vetëm një herë në javë, cilat lloje janë më të pasura me omega 3 dhe cilat gabime duhet të shmangni. Mos u largoni, sepse në fund do të flasim edhe për një lloj peshku që shumë njerëz e konsumojnë, por që nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë për çdo person. Çfarë ndodh në trupin pas moshës 40 vjeç? Pas moshës 40 vjeç, trupi fillon të ndryshojë gradualisht. Metabolizmi mund të ngadalësohet, masa muskulore fillon të humbas më lehtë dhe mënyra se si organizmi përpunon ushqimin nuk është gjithmonë e njëjtë si në moshën 20 apo 30 vjeç. Pikërisht për këtë arsye, cilësia e ushqimeve që konsumojmë bëhet edhe më e rëndësishme. Dhe këtu hyn peshku. Nëse konsumoni peshk vetëm një herë në javë, kjo nuk do të thotë automatikisht se po i bëni dëm shëndetit. Përkundrazi, edhe një vakt peshku mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë. Por pyetja është, a mjafton vetëm një herë? Peshqit, veçanërisht ata të yndyrshëm si salmoni, sardelet, skumbria dhe harenga, janë burime të rëndësishme të acideve yndyrore omega 3. Këto yndyrna janë pjesë e një diete të shëndetshme dhe lidhen me funksionimin normal të zemrës dhe trurit. Por ka diçka që shumë njerëz nuk e dinë. Nuk është vetëm çështja se sa herë hani peshk. Është edhe çështja se çfarë lloj peshku zgjidhni. Mund të hani peshk çdo javë, por nëse zgjidhni vazhdimisht një lloj me shumë pak omega 3, përfitimet ushqyese mund të jenë të ndryshme nga ato që do të merrnit nga një peshk i yndyrshëm. Për shembull, një porcion sardelesh mund të jetë shumë i pasur me omega 3 sesa disa lloje peshqish të bardhë. Dhe kjo na çon te një tjetër pikë shumë interesante. Zemra pas moshës 40 vjeç. Me kalimin e moshës, shëndeti i zemrës bëhet një prioritet gjithnjë e rëndësishëm. Dieta është vetëm një pjesë e tablos, së bashku me aktivitetin fizik, gjumin, peshën trupore, duhanpirjen, stresin dhe faktorë të tjerë. Një dietë ku përfshihen rregullisht burime të mira proteinash dhe yndyrnash të pangopura mund të jetë pjesë e një mënyre ushqyerje të shëndetshme për zemrën. Kjo është arsyeja pse peshku shpesh përfshihet në modele ushqimore të shëndetshme. Por kujdes, më shumë peshk nuk do të thotë gjithmonë më mirë. Disa peshk mund të përmbajnë nivele më të larta të merkurit. Prandaj rëndësi ka edhe shumëllojshmëria dhe zgjedhja e llojeve me nivele më të ulta të merkurit. Nëse jeni mbi 40 vjeç dhe zakonisht hani peshk vetëm një herë në javë, nuk ka arsye për panik, por ndoshta është momenti të pyesni veten. Apo zgjedh peshkun e duhur? Sepse në pjesën tjetër do të shohim se çfarë mund të ndodhë me trurin, kujtesën dhe funksionimin e organizmit kur omega 3 bëhet pjesë me rregullt të dietës. Dhe këtu fillon pjesa që shumë njerëz nuk e presin. Truri, kujtesa dhe omega 3. Tani le të flasim për një nga organet më të rëndësishme të trupit, trurin. Pas moshës 40 vjeç, shumë njerëz fillojnë të vërejnë ndryshime të vogla. Mund të harrojnë ku kanë lënë qelsat, të kenë më shumë vështirësi për të përqendruar ose të harrojnë një emër që pak çaste më parë e kishin në majtë dëgjues. Këto ndryshime nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht se ka një problem shëndetësor, por mënyra e jetesës dhe ushqyerja luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e përgjithshëm të trurit. Dhe këtu përsëri shfaqet peshku. Peshqit e yndyrshëm përmbajnë acide yndyrore omega 3, përfshirë HDP. Dhe është një përbërës i rëndësishëm i trurit dhe syve, ndërsa omega 3 në përgjithësi është pjesë e një diete të shëndetshme. Kjo nuk do të thotë se ngrënia e peshkut mund të parandalojë në mënyrë të garantuar sëmundjet e trurit apo se një vakt peshku do të përmirësojë menjëherë kujtesën. Por kur peshku është pjesë e një diete të ekuilibruar, ai mund të kontribuojë në marrjen e disa lëndëve ushqyese të rëndësishme. Po nëse konsumoni vetëm një herë në javë? Një herë në javë është përsëri një zgjedhje e mirë dhe mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme. Por rekomandimet ushqimore në shumë vende sugjerojnë konsumimin e peshkut rreth 2 herë në javë, veçanërisht duke përfshirë peshk të yndyrshëm. Kjo është arsyeja pse nëse aktualisht hani peshk vetëm një herë në javë, mund të konsideroni ta bëni pjesë të menus edhe një herë tjetër gjatë javës. Për shembull, mund të konsumoni sardele në një vakt dhe salmon ose skumbri në një tjetër. Dhe nuk është e nevojshme që peshku të jetë gjithmonë një ushqim i shtrenjtë. Sardelja, për shembull, është një nga alternativat që mund të jetë ushqyese dhe praktike. Por tani vjen një pyetje shumë e rëndësishme. A ka rëndësi mënyra se si e gatuani? Po. Një peshk i pjekur në furrë ose i gatuar në mënyrë të thjeshtë nuk është e njëjta gjë me një peshk të skuqur në shumë vaj, të shoqëruar me salca të rënda dhe ushqime shumë të përpunuara. Pra, nuk duhet të mendojmë vetëm. Aha peshk. Duhet të pyesim edhe. Çfarë peshku ha dhe si e përgatis? Kjo mund të bëjë një ndryshim të madh në cilësinë e përgjithshme të dietës. Dhe ka edhe një tjetër avantazh. Peshku është burim i mirë proteinash. Pas moshës 40 vjeç, ruajtja e masës muskulore bëhet gjithnjë më e rëndësishme, veçanërisht nëse kombinohet ushqyerja e mirë me aktivitet fizik dhe ushtrime force. Pra, një vakt me peshk mund të sjellë një kombinim interesant: proteina, vitamina dhe minerale, dhe në rastin e peshkëve të yndyrshëm omega 3. Por mos mendoni se çdo peshk është zgjedhje perfekte.
Në pjesën tjetër do të flasim për peshqit që ja vlen t'i përfshini më shpesh në dietë dhe ata që duhet t'i konsumoni me më shumë kujdes për shkak të merkurit. Dhe një nga peshqit më të zakonshëm mund t'ju habis. Kur flasim për peshkun, shumë njerëz mendojnë se mjafton të zgjedhin çfarëdo lloj peshku dhe përfitimet do të jenë të njëjta. Por nuk është kështu. Lloji i peshkut që vendosni në pjatë ka rëndësi. Disa peshq janë veçanërisht të pasur me omega 3, ndërsa disa të tjerë mund të kenë nivele më të larta të merkurit. Për këtë arsye, varietetet dhe zgjedhja e duhur janë shumë të rëndësishme. Një nga zgjedhjet më praktike janë sardele. Ato janë të vogla, zakonisht me përmbajtje të mirë omega 3 dhe mund të konsumohen të freskëta ose të konservuara. Mund t'i shoqëroni me sallatë, perime ose drithra integrale dhe të krijoni një vakt të thjeshtë ushqyes. Një tjetër zgjedhje e njohur është salmoni. Salmoni është peshk i yndyrshëm dhe siguron omega 3, proteina dhe disa vitamina e minerale. Mund të përgatitet në furrë, në skar ose në mënyra të tjera që nuk kërkojnë shumë vaj. Pastaj kemi skumbrin. Edhe ajo është një peshk i yndyrshëm dhe mund të jetë burim i mirë i omega 3. Por këtu duhet të bëni një dallim të rëndësishëm. Jo çdo lloj skumbrie është njësoj për sa i përket merkurit. Disa lloje, veçanërisht skumbria mbretërore, mund të kenë nivele të larta merkuri dhe nuk duhen ngatëruar me llojet me përmbajtje më të ulët. Prandaj, kur zgjidhni peshk, është mirë të dini se lloji konkret ka rëndësi. Po tuna? Tuna është shumë e konsumuar sepse është praktike, sidomos në formë konservash. Ajo mund të jetë një burim i mirë proteinash, por disa lloje toni kanë më shumë merkur se peshqit e vegjël si sardelja. Kjo nuk do të thotë se duhet ta eliminoni tunën nga dieta. Do të thotë vetëm se varietetet dhe sasia kanë rëndësi. Në përgjithësi, një mënyrë e mirë është të mos konsumoni vazhdimisht vetëm një lloj peshku, por të alternoni lloje të ndryshme. Dhe tani kemi një tjetër pyetje. Çfarë ndodh nëse hani peshk 2 herë në javë në vend të 1 here? Nëse zgjidhni peshk me përmbajtje të ulët të merkurit dhe i përfshini në një dietë e ekuilibruar, mund të rrisni marrjen e proteinave dhe të lëndëve ushqyese që gjenden në peshk, përfshirë omega 3 nga peshqit e yndyrshëm. Por kjo nuk është një formulë magjike. Nuk mund të themi se vetëm duke kaluar nga një vakt peshku në 2 vakte në javë do të parandaloni sëmundjet e zemrës, do të përmirësoni kujtesën ose do të humni peshk. Shëndeti përcaktohet nga shumë faktorë: ushqimi në tërësi, aktiviteti fizik, gjumi, pesha trupore, duhani, alkooli, stresi dhe faktorët gjenetik. Pra, peshku është një pjesë e mozaikut, jo i gjithë mozaiku. Dhe ka edhe një gabim që bëjnë shumë njerëz. Ata blejnë peshk të shëndetshëm, por më pas e përgatisin në një mënyrë që shton shumë kalori, krip ose yndyrë. Një peshk i pjekur me perime është një histori. Një peshk i skushur në shumë vaj, me patate të skushura dhe salca të rënda, është krejt tjetër. Prandaj, nëse jeni mbi 40 vjeç, mos u përqendroni vetëm te pyetja: sa herë në javë duhet të ha peshk? Pyetja më e mirë është: si mund ta përfshi peshkun në një dietë e ekuilibruar dhe të larmishme? Dhe në pjesën e fundit do të flasim për një gabim shumë të zakonshëm pas moshës 40 vjeç, si dhe për mënyrën më të thjeshtë për ta bërë peshkun pjesë të rregullt të ushqyerjes suaj. Gabimi është shumë njerëz bën pas moshës 40 vjeç. Dhe tani kemi ardhur te pjesa më e rëndësishme. Nëse je mbi 40 vjeç dhe konsumon peshk vetëm një herë në javë, nuk ka arsye të mendosh se po bën diçka gabim. Një vakt peshku në javë është më mirë se sa të mos konsumosh fare peshk. Por ajo që ka më shumë rëndësi është cilësia e përgjithshme e dietës dhe shumëllojshmëria e ushqimeve që konsumon gjatë gjithë javës. Një nga gabimet më të zakonshme është të mendosh se një ushqim i vetëm mund të rregullojë shëndetin. Peshku nuk është ilaç. Nuk mund të zëvendësojë aktivitetin fizik, gjumin e mirë, perimet, frutat, drithrat integrale apo një mënyrë të ekuilibruar ushqyerjeje. Por mund të jetë një pjesë shumë e vlefshme e saj. Nëse dëshiron ta përfshish më shpesh, mund të synosh rreth 2 vakte me peshk në javë, duke zgjedhur lloje të ndryshme dhe duke përfshirë peshk të yndyrshëm si salmoni, sardelja ose skumbria e përshtatshme. Gjithashtu, kushtoi vëmendje përgatitjes. Pjekja në furrë, në skar ose gatimi thjesht mund të jetë një zgjedhje më e mirë se sa skuqja shpesh në shumë vaj. Dhe mos haro merkurin. Përpiqu të konsumosh një shumëllojshmëri peshqish dhe të mos mbështetesh vazhdimisht te llojet që mund të kenë përmbajtje më të lartë merkuri. Sidomos nëse je shtatzën, ushqen me gji ose po përgatit ushqim për fëmijë, duhet të ndjekësh rekomandimet specifike për zgjedhjen e peshkut. Pra, çfarë duhet të mbash mend nga kjo video? 1. Peshku mund të jetë pjesë e një diete të shëndetshme. 2. Peshqit e yndyrshëm janë burime të mira të omega 3. 3. Mos konsumoni gjithmonë të njëjtin lloj peshku. 4. Kushtojini vëmendje mënyrës së gatimit. Dhe 5. Mbi të gjitha, mos kërkoni një ushqim magjik që do të ndryshojë shëndetin tuaj brenda natës. Pas moshës 40 vjeç, gjërat e vogla që bëni çdo ditë fillojnë të kenë shumë rëndësi. Një vakt i shëndetshëm sot, një shëtitje nesër, një gjumë më i mirë, më pak ushqime të përpunuara dhe më shumë kujdes ndaj asaj që vendosni në pjatë. Nëse kjo video ju ndihmoi, shkruani në komente sa herë në javë konsumoni peshk. Dhe nëse jeni mbi 40 vjeç, qëndroni me ne sepse në videon tjetër do të flasim për ushqimet që shumë njerëz i konsumojnë çdo ditë pa e kuptuar se sa shumë krip, sheqer ose yndyrna të ngopura mund të marrin prej tyre. Mos harroni, shëndeti nuk ndërtohet brenda një dite, por nga zgjedhjet që përsërisim çdo ditë.